Pas një periudhe pauze, ditari i Durrësit është rikthyer në ekranin e Adrianet Televizion, duke sjellë një sezon të ri. Ky emision i njohur, i cili prodhohet dhe moderohet nga gazetari Mark Brunga, i ofron audiencës mundësinë të njohë edhe më shumë qytetin e Durrësit dhe përfshin diskutime mbi temat më të rëndësishme që ndodhin në qytet, rreth aktualitetit, artit, kulturës, arkeologjisë, politikës, shkencës e të tjerë. Në edicionin e kaluar, një nga personazhet e njohura, Gëzim Ylli, ish drejtues rajonal i Ishmit, ishte i ftuar në studio. Ai foli për ekspertizën e tij në fushën ekonomike, ndau mendimet dhe përvojat e tij mbi rolin kyç që luan Ishmi si një nyje ekonomike e rëndësishme për Durrësin. Po kështu, i ftuar në ditarin e Durrësit ishte dhe imami i xhamisë së madhe, Ervin Qylafku, në prag të festës së Kurban Bajramit. Ai foli gjatë bisedës mbi rëndësinë e besimit fetar në kohët që po jetojmë. Ditari i Durrësit do të presë një tjetër personalitet interesant, autoren Armelinda Qyqa. Me një përvojë të pasur mbi 30 vite në Kanada, ajo ka arritur të lërë gjurmë edhe në fushën e letërsisë, duke botuar disa vepra edhe në Shqipëri. Ajo do të flasë për rrugëtimin e saj si autore, si dhe lidhjen që ka ruajtur me vendlindjen dhe kulturën shqiptare gjatë vitit të qëndrimit jashtë Shqipërisë. Ditari i Durrësit, një emision që nisi 2 dekada më parë, rikthen çdo herë tema dhe personalitete të spikatur nga Durrësi. Ai është rikthyer më fuqishëm se kurrë dhe do të mbetet një mundësi e shkëlqyer për të njohur më shumë qytetin dhe zhvillimet e tij. Mos e humbisni, të premten pas edicionit qendror të lajmeve në ekranin e Adrianet Televizion.